Mirësia është gjuha që të shurdhërit mund ta dëgjojnë dhe të verbrit mund ta shohin. Mirësia është më e rëndësishme se sa mençuria dhe pranimi i kësaj është fillimi i mençurisë. Mirësia njerëzore nuk ka dobësu asnjëherë forcën apo zbutur strukturën e një populli të lirë. Një këmbë nuk ka pse të jetë mizor për të qenë i fortë. Mirësia e vazhdueshme mund të arrijë shumë, ashtu si dielli e shkrin akullin, mirësia bën që keq kuptimi, mosbesimi dhe armiqësia t'avullojnë. Transparenca, ndershmëria, kujdestaria e mirë, madje edhe humori funksionojnë në biznes në të gjitha kohët. Mbani mend, nuk ka një gjë të tillë si një akt i vogël mirësie. Secili akt mirësie shkakton një dallgë e cila nuk ka një fund logjik. Ai që të ka bëu një akt mirësie do të jetë më i gatshëm të bëjë një tjetër se sa ai që e keni detyru. Dashuria dhe mirësia nuk shkojnë kur dam. Ato gjithmonë bëjnë diferencën. Bekojnë ata që i merr dhe bekojnë edhe ty që i jep. 3 gjëra në jetën e njeriut janë të rëndësishme. E para është me qenë mirë, e dyta është të jesh i mirë dhe e treta është të jesh i mirë.